17 janari është një prej ditëve më të këndshme për kombin ton, për popullin ton. Është dita kur u vranë mizorisht Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka. Njëkohësisht është dita kur u vra edhe Smail Hajdaraj, po ashtu është edhe dita kur humbëm heroin ton kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Një ditë e humbjeve të shumë fishta, por njëkohësisht një ditë e një krenarie të madhe për kombin ton. Sot jemi këtu në Dubovik dhe pastaj do t'jemi edhe në Prishtinë për të nderuar Jusuf e Bardosh Gërvallën dhe Kadri Zekën, të cilët dëshmuan se Kosovën e deshtën më shumë se sa jetën e tyre. Ata u shndruan në zërin e një populli të robruar dhe në kohë shumë të rënda rrezikuan gjithçka dhe u shndruan në flakadan të lirisë sonë. Ishte pikrisht sakrifica e tyre që e trasoi rrugën përpara të popullit ton në mënyrë që ne sot ta gëzojmë këtë shtet për të cilin ata dhanë gjithçka. Lavdi e përjetshme për Jusuf e Bardosh Gërvallën dhe për Kadri Zekën.